Këtë e kam pa edhe në Xhmije Hoxhën bilen bashkë në burg, kështu kur ja janë verit. Ke pas komunikim me ta? Ne i dishim që lufta po vinte. Dishim që UÇK-ja përgatitet, ka dalë në skenë UÇK-ja e tjera. Domethënë për ne si Kryshi Kuçi kemi ditë që duhet të forcojmë ekipa tani. Po çka më ka bërë përshtypje se paraqitej burgu i Dumravës në atë kohë si burgu model. Ishte modeli i Jugoslavia tregonte Evropës, kjo është një burg model, modern, bile, po dyshoj mos ka financu Evropa, diçka po, nuk e di. Kur e dim çka ka ndodhur më vonë, disa vjet më vonë, në aty, te burgu model. A pa raste tjera në atë shtatën pastaj? Po kam pasur plot, nuk është që më kujtohet mirë, nuk është që më kujtohet në Prizren, kam qenë shpeshherë në burgun e Prizrenit, Pejës, sidomos, por në Serbi më duket në 97 s'ka qenë me një herë në Serbi. Në 98 më kujtohet më shumë kam vizë. Se duhet ta dish e kam nda edhe kohën pjesërisht me Shqipërinë, sepse mos harrosi në 97 ishte luftë në Shqipëri. Erdhi koha kur këta bandit u arrestuan e u dash me vizitu burgosurit edhe në Shqipëri. Edhe shkova ato bandat krejt, ato banda e Zanit e këtë e kam pa edhe në Xhmije Hoxhën bilen bashkë në burg, kështu kur ja janë verit. Ke pas komunikim me ta? Po si Kryshi Kuç ashtu, ajo duke u jitë lulet në kopshti, kjo ishte te burgu i grave. Më kishte bërë përshtypje më shumë disa kjo ishin akuzuar kjo ishin dënuar për vdekje, se në atë kohë ishte dënimi për vdekje në Shqipëri. Edhe më kujtoj dytë burgosur që kam pa aty çfarë kushte ishin. Po flas për kushte material, flasim për Shqipërinë. Nuk ka pas tortura, nuk ka pas kushtet e mira material hiç fare, po ishte gjendja e Shqipërisë në ato vitet 90. Nuk mund të krahasohet me kushtet e ekstrajtimeve që pësonin burgosorit shqiptar në Serbi dhe në Kosovë. Nuk ka, është tjetër botë. Kur filloi më vështirësu puna në 98-ën? Po ka fillu më herët, po në 97, 98, po ne i dishim që lufta po vinte. Dishim që UÇK-ja përgatitet, ka dalë në skenë UÇK-ja e tjera. Domethënë për ne si Kryshi Kuçi kemi ditë që duhet të forcojmë ekipa tani, duhet të përgatitemi të tjera, domethënë e kështu u bë. Qysh e keni pa si fillim daljen skenë të UÇK-s edhe këto grupe që veç po fillonin me dalë, domosdoshmë si rezistencë ndaj okupatorit? Po për mua ka qenë krejtësisht normal që ndodh. Për mua ishte e pashmangshme. Mili kam bërë do analiza që për Gjenevën, veç e kam shku, më kujtet kam bërë një farë raport. Kam folë për Rinin. Për Rinin çka është duke ndodhur, se unë vetë isha në djalëri dhe e ndjesha. Disha lufta po vjen, thjesht, është e pashmangshme, në Dayton e kemi harru Kosovën, e kemi lënë mbrapa, dëshpërimi ishte lartë, shpresa ndaj qendresës paktësore është pa përbalueshme, domethënë normal që përgatitet për luftë. Kam një përshtypje që Kryshi Kuçi ndërkohë kemi pas do kontakte me do të UÇK-s, një moment apo do njerëz që na kanë njoftuar. Po prap, jemi Kryshi Kuçi, nuk kemi këtu për të përfshi, veç për me ditë, për të përgatitur, për të anticipuar operacionet në të ardhme, kjo është.